Këtu është shkrimtarja Amelia Laj, mësuese. Unë kam qenë në vitet e para të punës, shkoja me shërbim sepse punoja në redaksin e fëmijëve dhe ishim një grup që regjistronim festivalet e fëmijëve dhe realizonim dhe reportazhe. Dhe ndërkohë, gjatë festivalit gjeja dhe kohën që të bëja reportazhe dhe intervista. Ka qenë intervista e parë që kam bërë me zonjën Meri, e cila është aq korrekte dhe ka një aftësi të tillë që të gjithmonë të mbajtë të dokumentuar historinë. Unë për shembull nuk jam kaq e kujdesshme. Këtë fotografi më ka sjell më vonë dhe më ka ndodhur që sa herë ka ardhur ftuar në studio e kam fotografuar, më ka fotografuar dhe fatmirësisht ai më ka plotësuar historinë e punës profesionale, për shembull, aspekte nga studio. Po mirë, ju keni punuar për kaq vite në radio, apo si gazetare në Radio Tirana. Nuk ju ka ushur asnjëherë televizioni? Në të fakti që të dilni edhe me imazhin tuaj, që përzoni dhe imazhin tuaj në fundit jeni një grua kaq simpatike, besoj do të qëndronit shumë mirë madhomendja edhe në ekranin e televizorit. Shumë gazetare kanë kaluar nga radio në televizion, ka qenë një kalim deri diku dhe i natyrshëm. Dgjoj, për sa i përket natyrës time, si natyrë, unë gjithmonë kam pasur dëshirë mos duken. E kam konstatuar për shumë kur shkojmë edhe tek njerëzit, se vazhdon njeriu në përfundimen, si duket po vjen pleqëria dhe kupton. Edhe thotë, pse ulem gjithmonë në cep, pse ulem gjithmonë në qoshe. Më ka pëlqyer kjo gjë. Nuk e kisha menduar kur që unë mund të flisja, mund të recitoja, mund të bëja biseda, gjithmonë ka shumë ndroje. Po mikrofoni, studio, që nuk shifem, më shpëtonte nga kjo. Dhe atëherë më duket sikur isha me veten. Po veten duke përftyruar gjithmonë dëgjuesin. Fakti që e gjita e ka pak këtë sekret, që duhet të dihet t'i përftyroje dhe të mendoje që sikur ai po të dëgjon. Juve më shikoni mua, ndërsa unë i shikoj ata të cilët më dëgjojnë, dhe kjo më duket që më ka siguruar faktin që t'i mbaj urat lidhse me dëgjuesit. Interesante në fakt. Sepse gjithmonë televizioni të ndon shumë. Po megjithatë ju keni gjetur atë, le të themi, atë qoshen tuaj të ngrohtë dhe komunikimin nëpërmjet mikrofonit. Në fakt më ka ndodhur që më kanë ftuar ose kështu, po nuk e di. Jo për protagoniste ndoshta. Shikoj, jo, të them vërtetën kam rritur 3 fëmijë dhe nuk është pak. Mirë, mbas edhe ai ka qenë një juaj më i madh. Dhe radio kërkon shumë punë. Ja këtu them fola për faktin që mbas 90-s radio televizioni dhe gjithçka. Po duhet, jo se po bëj siç i ndaj njerëzit me thik. Duhet kuptojmë frymarrjen profesionale. Në këtë kohë, mbas viteve 90, ne për herë të parë dolëm në emisione direkte. Dolëm në emisione direkte dhe do mendonim se cilat njerëz do të ftonim. Po krijohej një sistem vlerash të tjerë. Nuk ishim ata që ishin në listë. Sepse dikur ju e dini që merrim ata të cilët të pranoheshin kur shkonim, regjistronim, nuk ishin ata, duhet krijonin edhe neve vetë. Atëherë kjo të përgjegjësonte sepse duhet punoja shumë më tepër që vetë tishe në kualitet, që të kuptoje vlerën. Tjetra ishte që ai altari fjalës nuk ishte tashmë vetëm për disa të zgjedhur, por ishte edhe për njerëzit, për të gjithë, ishte radio. Sa që kur vinin disa njerëz dhe thoni ne kemi parë gjithmonë si diçka të paprekshme radio televizioni, si diçka që u takonte vetëm njerëzve të lartë, edhe kur vinin ata, shumë prej tyre vinin nga një jetë mjaft e vështirë, kishin një emocion të jashtëzakonshëm që ja kishte krijuar pushteti, pa ishte pushtet që nuk ishte real. Ne mburemi nga një për atë kohë që kemi bërë këtë, jo, ishte një pustet që ta jepte faktikisht e vetmi. Por t'jep një lloj vërtet një jep pushteti, po nuk ishte pushteti real. Pushteti real duhet ta fitonim mbas 91-shit, 92-shit, kur ne filluam këto lloj emisionesh. Kur gjithçka duhet një hap përpara, një eksperimentim edhe për dhe po ishte në eksperiment, si shtat, ishte eksperiment, do krijohej rubrika të ndryshme. Pastaj vendosi pastaj. Duhet ngeli pikërisht në atë periudhë. Di që në atë periudhë ju keni patur preferencat tuaja edhe në muzikë, dhe mos gaboj. Di që është një këngëtare shumë speciale që e kemi shfrytzuar edhe në për emisionet tuaja, zërin e saj. Po, ka qenë Tanita Tikara që ndoshta, domethënë, shiko, kjo nuk ishte të bënte shumë me profesionin. Pse? Tek njeriu është dhe zëri që del, për shembull zëri që më dilte në mikrofon, që herë më kujtonin shumë të vogël, shumë të re. Po krijohet në fakt lloj fantazia. Në mikrofon më duke shumë e re. Ndërsa zëri im i brendshëm ishte zëri kësaj këngëtare.
Dhe unë fillimisht madje nuk e dija kush ishte, po kur e dëgjoja, thoja me vete, ky është zëri që më përkon me zërin e brendshëm timin, që gërsheton të gjithçka, dhimbjen, një lloj fuqie. Po dashurinë e ka ndjellur zëri juaj? Janë dashuruar njerëzit mbas zërit tuaj ose duke u dëgjuar në radio? Them të vërtetën më ka ardhur keq kur më thoni zëri, thonë pse më përmend zërin këtu, pse nuk përmend çfarë thua. Domethënë Por le të kemi te kjo këngëtare që juve sapo përmendët. Është vërtet shumë e veçantë, shumë specifike në fakt kjo shija juaj, sepse zakonisht njerëzit janë më të përgjithshëm. Kishte të bënte me ngjarje të veçanta. Kur i mbiri ishte në matur dhe po përballonin një situatë të lehtë ekonomike në vitet 94-95, ai punonte kamarier në një lokal, mbasdite. Dhe unë po vëja re që ai po binte nga mësimet. Djali i madh, Mirani. I thash, "Djo biri mamit, unë sot në orën 2:30 do vi të ndroj. Sa të shkëputa nga puna. Baraj punë do vi të ndroj." Jo, tha në asnjë mënyrë. Do të thonë ju të punonit në vend të punoja unë kamariere, po. Ishte një barake pranë kurse Elias PD-s aty, kanë qenë disa mikrobuza që shkonin lart, ishte një barake që kishte ato barë. Dhe mirë punonte aty, mazite. Po pash që po binte me mësimin, po digjej do t'i dilte shkolla e lartë dhe gjithë puna e tij studimore për 4 vjet do t'i binte pikërisht për ato muaj. Kishte vendosur që të mbante atë peshë që ju detyrua që t'ishte të më ndihmonte mua, sepse unë kisha vendosur, po ndoshta mund të flasim që t'jetonim vetëm, unë me të 3 fëmijët dhe shkova dhe ja ku janë Jona, Mirani, Andi. Po dhe po tregonit se dua ta mbaronit këtë histori. Po, dhe dua t'i them që kur shkoja që ndroja djalin, nuk dua të ndalem shumë te kjo, por aty vendosa këtë kasetën. Masolli i mbir këtë kasetën, sepse unë e kuptoja që ishte shumë funksionale, si në emision, ishte funksionale dhe aty muzika. Dhe gjithmonë kisha gjetur enigmën edhe Tanita Tikara. Kur e vendosa për herë të parë që Masolli djali, unë thash, ky është zëri që dua unë. Më përkonte me simfoninë brenda vetes. Është si puna e shumë e veprave, e librave që kur i lexojmë tani themi ç'pas ka pasur, pse më pëlqente kaq shumë. Por unë sa herë dëgjoj dhe tani pikërisht më risjell atë zërin tjetër që nuk më dilte. Ishte zëri im që kërkonte një fuqi. Ishte pra le të themi kolona zanore e gjendjes suaj. Ajo ka qenë 25 vjeç, atëherë tani është 40, siç lexova, dhe ishte me origjinë malezane ëma, indiani ati, ishte miks kulturash. Dhe për të qenë tamam në atë atmosferë, në atë periudhë që ju e keni zbuluar këtë këngëtare, dhe që me sa duket ju ka shoqëruar jo vetëm në profesion, por edhe jashtë saj, unë do doja që edhe teleshikuesit t'i fusim në tingujt e zërit saj vërtet shumë të bukur, për ta shijuar për pak, dhe për të rikthyer sërish në studio për të vazhduar bisedën tonë. Ta ndjek. To me, traveling shoes, drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. So willed and never do what you say. I'll never hate